Përshëndetje të dashur teleshikues, jemi sërish së bashku tek emisioni Koha për të folur. Do diskutojmë sot një tjetër temë, e cila lidhet shumë me aktualitetin e sotëm. Siguria në internet. Jemi të gjithë koshient që interneti është një pjesë e pandarë e jetës tonë. Si të rinj ashtu edhe të rritur, të gjithë kemi një pajisje teknologjike në duar, me të cilën qëndrojmë të updetuar gjithë kohës. Por interneti ka efektet e tij pozitive, po ashtu edhe negative. Është shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi tek ato pozitive dhe ta anashkalojmë ato negativat. Gjithashtu, dhe pasazhet në Bibël na ndihmojnë për të fokusuar tek gjërat e mira që na ofron interneti. Jemi këtu së bashku me pedagogen Gjoana Dura, e cila është pedagoge në Universitetin Fan Stelian Noli në Departamentin e Informatikës, e cila ndaj më tepër informacione me ne në lidhje me këtë çështje, por si fillim do të jemi me të rinj, Samuel dhe Jonathan, me të cilët diskutojmë fillimisht disa pasazhe të cilat unë do t'i lexoj dhe më pas do t'i komentojmë së bashku. Përshëndetje, para sa unë të kaloj tek pasazhet, do doja secili për ju të bënte një prezantim për veten e tij. Përshëndetje, shumë kënaqësi të jem pjesë e programit tuaj. Unë jam Samueli, jam 24 vjet, jam student i gjuhës angleze, por në të njëjtën kohë jam edhe duke punuar si freelancer, social media manager dhe graphic designer. Po ju Jonathan? Përshëndetje, unë quhem Jonathan Ahmet, jam 21 vjet, kam mbaruar thjesht një gjimnaz, por shpresojmë të vazhdojmë më tej. Kënaqësi që jemi së bashku. Para se të kalojmë tek pasazhet e komentimit të tyre, do doja të ndalesha pak te eksperienca juaj personale në internet. Si e shikoni ju lëndrimin tuaj personal në internet? Personalisht, duke qenë se edhe puna më lidh ngushtë me rrjetet sociale, sigurisht që kaloj një kohë shumë të madhe në internet. Siç u prek edhe më përpara, interneti sot është si një monedhë me dy anë, pra ka të mirat dhe të këqijat e saj. E mira është që ato të mira që na jep, ato gjëra pozitive që na jep, ti përdorim, ti shfrytëzojmë në maksimum. Unë personalisht preferoj shumë të ndaj me ndjekësit e mi. Unë në Instagram për shembull kam ndjekës besimtar dhe jo besimtar, dhe preferoj që të shpërndaj në për shembull në Instagram story pasazhe biblike dhe shoh që marr feedback nga të dyja, si besimtar dhe jo besimtar. Gjithashtu edhe për ju, Jonathan, eksperjenca ju personale dhe ju besoj se jeni të impenjuar në internet. Padyshim, në kohën e sotshme vetëm atje mund të gjendesh, në kohën e lirë ose kudo, telefoni tash është bërë një pjesë e domosdoshme tek ty dhe normalisht që do ta përdor më shumë se gjysmën e ditës ose 8 ose 9 orë, por që për mua unë mund të qëndroj aty diku pothuajse në gjysmën e ditës dhe më pëlqen të lundroj në internet, të shikoj gjëra të reja ose të mësoj gjëra të reja, por gjithashtu edhe mund të shpërndaj me shokët ose me njerëzit e mi të afërm. Po. Gjithashtu interneti është një algoritëm dhe të rinj duke qenë se janë goxha të impenjuar dhe që kalojnë një kohë të gjatë në internet, pavarësisht të algoritmit të tyre, ata shpesh përjojnë që të kenë më shumë gjëra negative. Mund të flasim pak për mënyrën se si funksionon interneti dhe sa të sigurt janë të rinjt në internet? Mendoj që ne mund t'i vendosim vetë ato nëse duam të shikojmë gjërat e mira apo gjërat jo të mira. Pra është në dorën tonë sepse ne i zgjidhim ato. As një person nuk na kundërshton për këtë gjë ose nuk na detyron që ne t'i shikojmë. Po le të flasim pak më tepër për aplikacione specifike të cilat fëmijë edhe në moshë të vogël, ndoshta në moshën 18 vjet ose madje edhe 16 vjet, ata janë të lirë që të lundrojnë internet dhe të shikojnë gjithçka. Si e shikoni në pikpamjen tuaj këtë aspekt të internetit? Unë mendoj që ky problem ka rënjët të thella tek problemet në familje, sepse nuk është normale që një fëmijë të lundrojë në internet nëse nuk ka plotësuar një moshë të caktuar që është mbi 18 vjet. Përndryshe, fëmijët nuk janë fare të sigurt në internet, sepse ata nuk janë të informuar, mund të ketë burime jo të sakta, të cilat ata i lexojnë edhe marrin informacione të gabuara. Nëse mund të shtoja diçka në lidhje me këtë pjesë, normalisht
ne jemi ne që i qasim fëmijët ose të rinjt i drejtojmë drejt internetit që në moshë fare të vogël duke kërkuar një projekt, një gjë, kështu që lëndrimi në internet është i pashmangshëm, por ajo se çfarë është e nevojshëm që ne të kontrollojmë është pjesa e rrjeteve socialeve, komunikimi dhe normalisht ka nevojë për një supervizim nga prindi. Aktualisht shumë device dhe shumë software të reja janë duke provuar që të vendosin privacy settings në lidhje me pjesën e prindit që kontrollon fëmijën, por më besoni kur them që ka shumë aplikacione ose shumë mendësi ose shumë informacione të cilat janë duke shpërndarë në forma të animuara ose në forma të tilla për të prekur fëmijët edhe në mosha më të vogla që mund të jetë, po themi, nëse Baby Sharku është një nga karakteret më të njohura për fëmijët, janë duke përdorur pikërisht këto karaktere për të dhënë informacione të gabuara. Kështu që nuk mund të bazohemi 100% te algoritmi, ajo se çfarë është e nevojshme është një kontroll i im të sillshëm nga prindi, qoftë në darkë ose qoftë në momentin që fëmia është duke lundruar në internet, për të parë pikërisht se çfarë fëmia është duke parë dhe për ta kontrolluar. Sigurisht është e vështirë, sepse askush nga ne nuk është se ka mundësinë për të ndenjur tërkohës mbas prindit, mbas fëmijës, por ama është diçka që duhet ta bëjmë. Mesatarisht një njeri qëndron diku te 4 orë ose 4 orë gjysmë në internet në telefon duke përdorur rrjete sociale, gjë që është një shifër alarmante, domethënë. Për sa i përket pjesës, nëse rrjeti social do përdoret për të mësuar diçka, okay, do ishte diçka shumë pozitive, por nëse rrjeti social na shërben për të mos mësuar asnjë gjë, po thjesht për të parë informacione dhe për të kaluar kohën tonë të lirë, okay, atëherë duhet parë mënyrën se si ne jemi duke përdorur mediat sociale, kryesisht. Po, supervizimi nga prindit është mjaft i rëndësishëm, por gjithashtu është e rëndësishme që ti ushqejmë të rinjt me frymën që ta përdorë internetin në mënyrën e duhur. Si mund të themi, a janë të mjaftueshme aktivitetet ose seancat e informimit, qoftë në shkolla ose në ambientet e tjera, për t'i ushqyer të rinjt me frymën për ta përdorur internetin në mënyrën e duhur? Mund të flasin edhe të rinjt nga eksperienca e tyre personale, qoftë në shkollë, në auditorët e universitetit, a ka seanca informimi për të rinjt se si duhet ta përdorin internetin në mënyrën e duhur? Nuk mendoj, të paktën nga eksperienca ime nuk kam pasur asnjë gjatë kohës që kam qenë në shkollën fillore apo në gjimnaz, nuk kam pasur asnjë informacion shtesë në mënyrën se si duhet ta përdorim internetin, kështu që mendoj se duhet të shtohet, duhet të Po, të kemi këto seanca informuese. Ndërsa unë jam pak më i vogël se Samueli edhe kanë hyrë disa të tilla, por nuk është se janë të mjaftueshme. Pra gjithashtu ka vend për më tepër, për më mirë, për përmirësim. Po, përveç seancave informuese që mund të jepen në ambientet e auditorëve ose gjimnazeve, shkollave ndërmjetësore, e rëndësishme është gjithashtu që të rinjt ta ushqejnë vetën e tyre me fjalën e Zotit, me fjalën e Perëndisë, të ushqehen me atë të drejtën që Zoti i jep në libër, dhe gjithashtu doja të kaloja edhe në këto pasazhe mjaft të rëndësishme që na përcjellin mesazhe mjaft të mira për të rinjt, le t'i lexojmë edhe le të komentojmë ata. Asnjë fjalë e keqe të mos dalë nga goja juaj, por vetëm ajo që është e dobishme për ndërtim dhe për të sjellë hir tek ata që e dëgjojnë. Kjo lidhet pak edhe me komentet negative, bullizmi, të cilë është një anë tjetër negative që na ofron interneti. Bullizmin e shohim mjaft të prekur në internet, sepse akaunte false nga njerëz të ndryshëm të cilët pa shfaqur identitetin e tyre, shfaqen në internet dhe kanë gjithë lirinë e mundshme për të thënë gjithçka dhe për ndikuar tek mirëqenia e dikujt tjetër. Edhe në këtë pasazh na jepet një mesazh që ne nuk duhet të ecim drejt kësaj rruge të gabuar. Që mund na thoni ju pak për pjesën e bullizmit në internet, sa të prekur keni qenë ju, a keni dëgjuar raste të kësaj forme dhe a janë të rinjt të ushqyer me këtë frymë që nuk duhet i bashkohemi kësaj rruge? Në fakt nëpër komente ke shumë komente bullizuese, por do shkoja në një pikë e cila na bën ne njerëzit. Mishi jon e na komandon që t'i bëjmë ato gjëra, edhe nëse ne nuk duam disa herë ose nëse janë gazmore për disa të tjerë, por që nuk është gjë e dur për t'u bërë. Pra, dua të them që siç thotë edhe në vargu, nuk duhet të flasim fjalë të këqija ose fjalë ndyse ose bullizuese. Pra është thjesht diçka tek ne të cilën ne mund ta komandojmë, po. Po ti Samuel, ke patur ndonjë rast të dëgjuar ose nga eksperjenca jote? Mund të them që jam përdorues i rregullt i TikTokut. Kam parë
mjaft shumë komente bullizuese në TikTok, sidomos në TikTok, është e pashmangshme. Duke qenë se ke pak edhe pjesën e TikTokut, lajmet e fundit shohim që TikToku po mbyllet ose është drejt mbylljes. Si mendon ti që do ndikoj kjo tek të rinjt? Unë mendoj se të rinjt e gjithmonë e gjejnë një mundësi për ta përdorur përsëri. Nuk është as kjo një zgjidhje. Për mua jo. Në rregull, le të kalojmë tek një pasazh tjetër. Nuk do të ve asnjë gjë të keqe para syve të mi. E lexojmë tek Psalmi 101:3. Po, a zbatojnë vërtet të rinjt të gjën që nuk do të vjen asgjë të keqe para syve të tyre? A mendoni se të rinjt i bëjnë skip të gjitha këtyre gjërave negative apo është krejt e kundërta? Çfarë mund të bëjmë ne si të rinj? Si e shikoni ju nga ana personale, duke qenë se ne jemi vetë të rinj? Çfarë mund të bëjmë për ta rregulluar këtë problematikë? Jemi gjithmonë të prirur që të shkojmë drejt gjërave të gabuara. Unë do thoja për shkak se ne jemi të krishterë dhe ne njohim fjalën e Zotit dhe na prekin kur ne bëjmë një gabim ose e kuptojmë atë veprim që kemi bërë. Ndoshta në për momente na pëlqejnë ose e shkojmë, i shikojmë ose kuda di, unë i vazhdojmë ato lloj gjërash. Por kur reflektojmë më vonë e themi kam bërë gabim, nuk duhet ta kisha bërë ose nuk do ta bëjmë diçka e tillë. Unë e përmenda pak më parë që komentet negative janë të shumta në internet edhe gjithë jemi të hapur në këtë frym, domethënë gjithë jemi hasemi me komente negative dhe çdo kush është i lirë në fund të fundit që të shkruajë dhe kjo liri është diçka që interneti ofron, por nuk është asgjë pozitive. Po ju pedagoga jeni hasur me këtë lloj fenomeni, qoftë nga eksperjenca juaj personale, qoftë nga nxënësit që keni në auditorët tuaj? Sigurisht, dhe nuk mund të shmang komplet gjithë pjesën e, po themi, pjesës fake accounts që ka ose llogarive të rreme që kanë në internet dhe mua shpeshherë më kanë ardhur kryesisht në email, kanë qenë emailet e para janë pak më e madhe se ju, emailet e para kanë qenë emailet të tipit ju keni një kushuri në Afrikë, i cili ju ka dhënë një llogari dhe ju lutem vendosin dhënat tuaja bankare në mënyrë që ne të japim të bëjmë të kalimin e kësaj trashëgimie. Që ka qenë një nga format e para më përpara, tani normalisht algoritmat e rinj janë duke e kapur këtë pjesë, por e shikoj rëndom të komentuar ose pjesë të komenteve në përfaqe që ndiqen kryesisht dhe kanë shumë views-a ose shumë komentues të rinj, besoj mund ta konfirmojnë këtë pjesë sepse sigurt që e kanë parë. Kanë kaluar te pjesa e moderimit, por prap struktura mbetet e njëjtë. Komentet ose pjesa e sulmeve në pjesën e sigurisë të dhënave janë duke u rritur, thjesht po ndryshojnë formë. Para se të kalojmë pak më tepër tek siguria që ne do të kemi në internet, qoftë tek pasuardet tona, të ruhemi nga hakerat, por në cilat mënyra duhet ta përdorim ne internetin në mënyrë pozitive për të shpërndarë tek të tjerët atë fjalën e mirë ashtu sikurse Jezusi e thotë edhe në Bibël. Atëherë, unë mendoj që si fillim nuk duhet harrojmë qëllimin kryesor pse u krijuan social media dhe komplet mjetet sociale ose media sociale dhe gjitha pajisjet që ne kemi. Qëllimi është bërë që ne të na vinë në ndihmë për të shpërndarë diçka, për të pasur një afrimitet me njerëzit që janë jashtë Shqipërisë, me njerëzit që nuk i kemi afër shtëpisë, kështu që le të përdorim ato si mjete në ndihmë ne dhe jo të jemi në tërkohës në ndihmë të sistemit që ne kemi. Kështu që mënyra se si mund ta përdorim, të paktën shumica aplikacioneve që vijnë nga Meta, që është po themi WhatsApp-i, Instagrami, Facebooku kanë një algoritëm shumë të mirë, shumë të dedikuar në lidhje me pjesën e gjetjes së informacioneve që janë, disa mënyra shumë të thjeshta janë unfollow kur i del diçka që nuk është interesante për ju, not interested, ose mund t'i bëni blok komplet pjesës, block this viewer, block this paper, sepse algoritmi funksionon në formë të tillë. Nëse ti shikon 2-3 informacione, nëse ti reagon me 2-3 informacione të tilla, do vazhdoj t'ju japi diçka më shumë. Por nëse ju filloni i bllokoni, atëherë ajo se çfarë do ndodhi, algoritmi do fillojë t'ju shmangi akoma edhe pjesën tjetër. Që do të jemi ne, edhe pse në duket sikur është media sociale ajo që na komandon kontentin që ne kemi, prap jemi ne ata që mund ta komandojmë këtë pjesë. Kështu që jemi ne që e zgjedhim se çfarë të shohim apo se çfarë të heqim nga pjesa e kontentit tonë në një farë formë dhe të mbrojmë ndaj informacioneve që nuk janë të dobishme ose në të mirën tonë. Po cila është mënyra e duhur që ne të ndjekim kur shikojmë dikë që bullizohet online? Nëse shikojmë një mesazh i cili një koment i cili është negativ, a ka ndonjë mënyrë për të raportuar, për ta mbyllur si account? Dy mënyrat kryesore që funksionojnë në të gjitha mjetet sociale është raportimi, por raportimi kur bëhet vetëm nga një person, domosdoshmërisht keni parasysh filtri i parë është një algoritëm i cili tenton të detektojë
gjuhën ose fjalët e përdorura tek komentet, dhe nëse gjuha ose fjalët e përdorura në koment nuk është për algoritmin, nuk detektohet si diçka negative, atë automatikisht kalon si, po themi, pozitiv, dhe të vjen dhe përgjigja e para automatikisht. Ndërsa pjesa tjetër që mund bëhet është nëse raportojnë disa persona, atëherë raportimi më i madh normalisht kërkon edhe një person përgjegjës në lidhje me atë pjesë, që mund të shkojë deri në fshirjen e komentit ose deri te pjesa tjetër, pastaj fshirjen të komplet ose bllokimin e komplet faqes. Ajo se çfarë do thoja përpara se të shkojmë te pjesa e komenteve bullizuese, është një person i cili po bullizon dikë, mund të jetë një person që ka një informacion përtej asaj se çfarë ne kemi ndarë online, kështu që duhet jemi shumë të sigurt se çfarë jemi duke ndarë, çfarë informacione ndajmë me personat që kemi online ose te personat personal, po themi mesazhe që ne lëm, sepse çdo gjë që ne lëm në formë elektronike ngelet diku gjurmë. Edhe çdo kush me pak ndihmë mund të kërkojë dhe ta gjejë atë si gjurmë. Kështu që do të jemi ne personat e parë, pastaj është pjesa tjetër, ndihma e komunitetit. Nëse është një koment që nuk ka lidhje fare me personin ose nuk është fare i vërtet, mjafton që të bëhet pjesa e fact checkut, raportimi, dhe besoj pastaj çdo gjë shkon në normalitet. Po cilat janë disa nga rreziqet më të mëdha që ne si të rinj hasemi në internet dhe si mund t'i anashkalojmë ose t'i evidentojmë ato me mençuri? Unë kam, në mendjen time ndava disa tema në fakt për të folur, por do ndalojnë në 3 pika, të cilat janë kryesisht ato që ne shikojmë më shumë, që është pjesa e social medias, përdorimi i social media, pjesa e dërgimit të ftesave ose miqësive nga personat që ne nuk i njohim, edhe pjesa tjetër që është online gaming ose pjesa e të komunikuarit në momentin që luajnë online, besoj të rinjt mund ta konfirmojnë më mirë se sa unë. Pjesa e media sociale besoj konsumua, kështu që u diskutua pak më përpara, vetëm gjë që unë do ju sugjeroja është algoritmi është në ndihmën tuaj. Kështu që përpiquni të ndani sa më pak informacione personale, sa më shumë informacione të vërteta, por edhe më pak personale, po themi të dhëna bankare, vendi ku jetojmë ose diun qyteti ku jetojmë, sepse nëse rrjeti social është krijuar aty për të na pasur ne mundësinë për të krijuar lidhje me personat e tjerë që ne kemi jashtë, duhet të pranojmë vetëm personat që ne i njohim, dhe ata e dinë se ne ku jemi, ata e dinë se çfarë ne kemi, po themi, në përditshmëri. Kështu që një gjë tjetër që duhet të jetë shumë evidente është pjesa të mos ndajmë asnjëherë diçka që është rutina jona. Okej, në rastin tim, unë jam pak më e rritur, por në rastin e një fëmie, nëse një fëmijë poston rutinë vet, shkon në shkollë, kthehet, nëse një person ka një mendim të shakeq, mund të shfrytëzoj pikërisht të oraret që raportohen në rrjetet sociale për të bërë diçka që nuk është në përfitim të fëmijës, por është në dëm të tij. Kështu që do ju sugjeroja që në momentin që vijnë ftesa nga personat që nuk i njohin, në momentin që vijnë kërkesa ose të çuditshme, po themi shikoj se amiku i babit tënd ose i mamit tënd, t'i shmangin ose t'i verifikojnë të paktën deri në momentin, dhe sigurisht që ta komunikojnë këtë gjë me personin e familjes që një gjë e tillë ka ndodhur. Normalisht një fëmijë i vogël nuk ka pse të jetë në rrjetet sociale, por gjithsesi nëse është, duhet të ketë paktën një mbikëqyrje nga një i rritur. Dhe pjesa që unë dua të cek, mendoj që diskutohet shumë pak, por shumë e rëndësishme, ndoshta edhe për arsyen sepse shumë pak njerëz kanë dhe informacion, është pjesa e chatit në momentin që janë duke luajtur fëmijët. Kryesisht edhe fëmijët të cilët përdorin Minecraftin, të paktën raportimet e fundit që vinë për pjesën e cyber security ose pjesën e cyberbullying vinë që shumica e sulmeve ose pjesa e cyber attacks që janë duke ndodhur vinë përkërisht për shkak njerëzit kanë gjetur një formë ndryshe për të kapur fëmijët, duke qenë se dinë që fëmijët nuk mund të përdorin, po themi, rrjetet sociale, kanë një mbikëqyrje, kanë filluar të përdorin aktualisht lojrat online gaming dhe chatet e tyre për të komunikuar. Minecrafti, mund të jetë pjesa, po themi, Robloxi, nuk e di pastaj, po themi, Counter-Strike dhe pjesa e lojrave të tjera. Çfarë ndodh? Një person logohet aty me të dhëna të cilat duket sikur është fëmijë, fillon komunikon me fëmijën, fillon krijon një besim, krijon një miqësi virtuale dhe më pas gjërat mund të kalojnë, po themi, ose të eskalojnë në një shkallë më të rrezikshme për fëmijën. Mbikëqyrja do ishte përsëri nga ana e prindit, por edhe të komunikimi me fëmijën në lidhje me rreziqet që mund të hasin online, duke nisur në shtëpi por edhe në shkollë, do ishte një mas tjetër parandaluese. Nëse unë jam e vetëdijshme për rreziqet që mund të kem në internet, nëse unë jam e vetëdijshme për aktorë të ndryshëm, për filtrat të cilët nuk ekzistojnë në rrjetet sociale. TikTok është një nga aplikacionet që ne po e përmendim, por mos harrojmë edhe Snapchatin, i cili nuk është se është duke u përmendur, por është duke u përdorur masivisht nga të rinjt.
Dhe Snapchati nuk është se ka një filtr që ty të largon kontentin ose të shton kontentin. Madje është një aplikacion i cili në fillimet e vet ai pati thjesht për të bërë video dhe foto me filtra, deri tani ka kaluar në social media. Që thotë jo është përshtatur kërkesës së tregut, por aktualisht i mungojnë filtrat të cilat ne mund t'i gjejmë, po them, në Facebook ose në Instagram apo në rrjetet e tjera sociale. Dhe kjo është një problem sepse nëse prindi nuk ka kontroll tek ato informacione që ne hedhim, ajo se çfarë mund ndodh është, kemi dëgjuar lajme tani kohët e fundit që janë marrë foto, video, janë downloaduar, janë shkarkuar dhe më pas janë ripërdorur për arsye jo të mira ose jo të hijshme. Kështu që hapi i parë është parandalimi është më mirë se sa pjesa, po themi, e rregullimit të situatës që ne kemi, kështu që hapi i parë është mos hedhja e këtyre informacioneve online dhe më pas besoj që çdo kush mund ta konfirmojë që do ketë të dhënat e sigurta në momentin që nuk janë online ose nuk janë në rrjet. Po, le të jetë ky moment si ndërgjegjësim për gjithë rinjt që janë duke na ndjekur për veprimet e tyre, po ashtu edhe për prindrit dhe të rriturit që t'jenë gjithmonë në vërtimin e fëmijëve të tyre. Unë dua të bëj një pyetje që ne të rinjt jemi të interesuar me çfarë dëgjojmë nga shoqëria ime. Shpesh hasemi me këtë pjesën e të dhënave tona sa të sigurta janë. Shpesh ne i ndrojmë këto dhëna, pra pasuardet e rrjeteve sociale i ndrojmë vazhdimisht, përpiqemi që gjithmonë të mbrohemi, jemi gjithmonë atë llojin panikut nëse dikush është në Instagramin ton. E gjej shpesh nga të rinjt këtë pjesën e frikës, mos dikush po ma hakeron Instagramin tim. Si mund të mbrohemi më tepër? Ka qenë një bersalet para disa vitesh që thoshte, shiko se jam në hatë shumë të madh. Çka ka ndodhur, kanë hakuar bankën? Jo bankën, pasuardin e Facebookut. Dhe në fillim normalisht ne e përdornim për shaka, por që realisht është shumë e vështirë pjesa se sa i rëndësishëm është bërë informacionin që ne lëm online, sa është bërë më e rëndësishëm dhe se sa llogaria jonë bankare. Pjesa se çfarë mund të them është sigurisht pasuardi lidh një faktor të madh. Sa më shumë karaktere që ne vendosim brenda pasuardit tonë, normalisht tani shumicat e faqeve që ne kemi ju kërkojnë atë pjesën uppercase, një shkronjë e madhe, një shkronjë e vogël, një karakter dhe pastaj një sasi, po themi mbi 8 karaktere. Kjo lidhet me faktin sepse sa më i gjatë jetë pasuardi jon, aq më shumë kohë i duhet personin që do të hakerojë sistemin ton për ta hyrë në sistem. Mirë, po ka disa faza ose disa forma ku personi mund të hakerojë sistemin ton dhe në këtë pjesë, ti mund ta kesh vendosur pasuardin e saktë, por nëse hakohet paketa që po çon këtë informacion, atëherë ti përsëri nuk e ke informacion e duhur. Kjo është arsye sepse shumica e aplikacioneve tani kanë kaluar në two-factor authenticator, që është pjesa që ti përpiqesh të hysh në internet, por njëkohësisht të vijë një njoftim në telefon. Kjo në telefon mund të jetë në email, pikërisht do të lënë një pajisje që ti e ke dhe e përdor dhe e ke personalin dhe e përdor. Sigurisht nuk e këshilloj për fëmijët të cilët nuk kanë të paktën personalisht telefonin që ka i mbir, vendos komplet adresat dhe dhënat e mia personale që çdo gjë të më kaloj mua në email dhe mendoj që çdo prind këtë gjë do bënte, që çdo informacion lidhje me aktivitetin e telefonit të kalonte në adresën e prindit sesa në një adresë të një fëmie. Dhe pjesa tjetër është që të përpiqemi që pasuardet tona, përveç se t'i ndërrojmë, të mos jetë i njëjti pasuard në të gjitha platformat tona, sepse mund të ndodhë që nuk është hakuar, po themi, pasuardi jot i Facebookut, por të është hakuar pasuardi jot në një platformë të cilën ti ke hyrë, po themi, për të bler veshje online, mirë po është i njëjti pasuard që ti ke përdorur në disa platforma dhe çfarë ndodh, personat që merren me këtë pjesë përdorin vazhdimisht, domethënë, të njëjtin email, të njëjtin pasuard deri në të gjitha vendet ku ty mund të gjejnë të regjistruar dhe në disa raste mund t'ja gjejnë. Por ajo se çfarë mund të sugjeroj është pjesa që vazhdimisht pasuardet të jenë të reja për pjesën tjetër dhe të mos i ruajnë dhe kryesisht në momentin që jemi në kafe ose në restorante, në vende publike kryesisht, të mos përpiqemi të hapim të dhëna personale si, po themi, të dhëna bankare, aplikacione bankare apo email apo gjëra që ne i quajmë pak a shumë private, sepse normalisht je në një rrjet jo të sigurt që ti nuk e di se fare se çfarë sigurie kanë paketat që do dërgohen në internet. Informacione këto shumë të vlefshme për gjithë ne të rinjt, por gjithashtu edhe për prindin. Ne folëm tepër për sigurinë në internet dhe unë uroj që gjitha ato informacionet dhe mesazhet që ne trajtuam të jenë përcjell tek shikuesi para se të largoheni, dhe doja një mesazh për të rinjt. Mesazhin e vetëm që mund të them për të rinjt është të paktën për personat besimtar dhe jo besimtar, jeni të vërtet në rrjetet sociale, sepse ajo se çfarë ndodh është shumica e njerëzve shikojnë një jetë jo reale dhe kjo po bëhet problem në rrjetet sociale dhe ajo se çfarë mund të zgjidhësh jeni real, sepse
Nëse jeni duke jetuar jetën sipas rregullave të Biblës për besimtarët, po nëse dikush që nuk është besimtar, po është duke përpjekur që të ruajë disa kode morale, atëherë të ruaj ato dhe gjatë rrjetet sociale. Nëse unë nuk kam një llogari fake, më falni, në rrjetet sociale, është sepse nuk kam arsye pse ta kem. Dhe normalisht nëse unë s'kam arsye pse ta kem, atëherë pse duhet të ekzistojë një llogari e tillë, pse duhet të bullizoj dikë. Kështu të jemi ata se çfarë ne them dhe shpesh përdoret besimtarët të jemi Bibla që ecën dhe flet. Kështu që personi nuk ka nevojë që ta di që ne jemi të krishterë në momentin që na shikon nga veprimet që ne jemi të krishterë. Unë do të doja një mesazh nga ju për të rinjt. Unë e preka edhe pak më parë. Interneti sot është një monedhë me dy anë. Le të përdorim atë anën pozitive, le të përdorim internetin për të ndërtuar dhe jo për të shkatruar. Unë do thoja që përse të mos i përdorim gjërat e mira që na vinë në dorë duke i gëzuar njerëzit e tjerë, duke ju dhënë një buzëqeshje atyre. Por gjithmonë ju japim një idhërim në fytyrë, por nuk është gjë e durë kjo. Pra, me pak fjalë dua të them që nëse kemi një mundësi ose edhe një postim sikur t'ia dërgojmë me një fjalë nga Bibla ose diçka të mirë, pse mos e bëjmë atë të lumtur. Patjetër që po. Ju falenderoj shumë zonja Xhaina që ishte sot me ne dhe për gjitha informacionet që më dat. Falenderoj gjithashtu shumë të rinjt. Ne kemi mbërritur në fund të emisionit ton, trajtuam një temë mjaft të rëndësishme në aktualitetin e sotëm për ne të rinjt, ashtu sikurse është siguria në internet, një temë e cila na prek të gjithëve ne, sidomos ne të rinjt që jemi gjithkohës me telefona në përdoar dhe jemi përdorues të rregullt të internetit. Uroj të gjithë ato që ne folëm, gjitha informacionet që ndam, gjitha mesazhet të përcillen tek ju dhe të jeni të kujdesshëm teksa e përdorni internetin dhe të merrni më të mirë në internetit, ta përdorni atë në mënyrën e duhur dhe të merrni efektet pozitive që interneti ofron. Do të shihemi sërish në puntatën e ardhshme. Shihemi.